Këngëtarja Gjensila Myrtezaj ka reaguar menjëherë pas publikimit të projektit të ri muzikor të Ledri Vulës, duke tërhequr vëmendjen e publikut, i cili prej kohësh spekulon për një lidhje mes tyre. Dy artistët janë përfolur prej disa muajsh për një lidhje më të afërt se sa ajo profesionale, sidomos pas bashkëpunimit të tyre të suksesshëm Makthe, ku kimia mes tyre u cilësua si shumë e dukshme. Gjensila Myrtezaj ndau në Instagram story një fragment nga videoklipi i reperit, duke shkruar amazing dhe duke shoqëruar mesazhin me një emoj zjarri, duke treguar kështu mbështetjen e saj maksimale. Megjithatë, mbështetja e tyre reciproke shihet edhe si një shenjë e bashkëpunimit të ngushtë, pasi Ledri dhe Gjensila janë pjesë së njëjtës shtëpi muzikore dhe menaxhimi. Edhe pse spekulimet për një romancë mes tyre janë ushqyer vazhdimisht nga mediat roz dhe rrjetet sociale, asnjëri prej artistëve nuk ka konfirmuar ndonjëherë një lidhje romantike, duke lënë fokusin tek puna dhe muzika.